Nxënësit e shkollës Nureddin Bashalli në Pogradec zhvilluan një orë mësimi në natyrë duke krijuar rrjetën e jetës. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale videon ku nxënësit e kësaj shkolle gjatë orës së edukimit mjedisor krijuan rrjetën e jetës të frymëzuar nga biodiversiteti i liçenit. Natyra mbetet një thesar për të edukuar fëmijët, duke krijuar një qasje ndryshe larg një ore mësimi klasike në shkollë. Nxënësit e shkollës Nureddin Bashalli në Pogradec janë shembulli i kësaj, të cilët në ndrejtimin e specialistëve të zonave të mbrojtura dhe të frymëzuar nga biodiversiteti i liçenit të Pogradecit krijuan rrjetën e jetës. Programi i artit dhe zejeve së bashkëkombore të mësimit bëhet ura mes dijes dhe krijimtarisë, duke ndihmuar nxënësit të shndërrojnë idetë në produkte të qëndrueshme sipas traditave të zonës, miqësore me mjedisin dhe të frymëzuar nga dashuria për natyrën. Përveç urave të pastra, liçeni i Pogradecit është e njohur edhe për ekosistemin e tij të veçantë, i cili konsiderohet si një muze në natyrë dhe si një qendër natyrore për ruajtjen e biodiversitetit. Liçeni i Pogradecit është habitati i më shumë se 1400 specieve autoktone të florës dhe të faunës, 300 prej të cilave janë endemike.